Rashica është kritiku, jo vetëm për lojën e fundit, por edhe më herët disa lojë. Ka pas disa zbatica, ulje ngritje, por Rashica unë mendoj që është i nevojshëm për kombëtarin e Kosovës. Është një lojtar që thjesht jep kontribut dhe për momentin ndoshta nuk kemi zaventsuesi. Kemi, por ideal nuk kemi, edhe pse ka dhënë kontribut deri më tani shumë Rashica. Normal tash e ka bo, është duke shku, duke vjetru, duke bo një mosh, ndoshta nuk e ka atë energjin që ka pas më herët. Mirë po, ende ka çka jep Rashica. Është duke luajtur gjithashtu në ligën në Beşiktaş, ligën e Turqisë, që është një ligë mjaft e fortë. Edhe Beşiktashi është një ekip mjaft i fortë, kështu që ka energji dhe mund të jep ende për Kosovën. Sot boni një lojë super të mirë, edhe te goli i parë, faktikisht aksioni nisi prej tij, ku i qiti peloj dy lojtarë dhe mandej rrjedhi aksioni dhe u shënua golin nga Muriqi. Gjithashtu asisti i dytë ishte diçka jashtëzakonshme. Është super asist që rrallë shihet në futbollin modern. Edhe kështu që s'kem çka flasim për Rashicën. Unë e konsideroj lojtar të nevojshëm super të nevojshëm për kombëtarin e Kosovës. Momentalisht në të ardhmen normal ka me pas konkurrencë për lojtarëve të ri, por ka dhënë kontribut dhe me tani, kështu që është normale gjeneratat më ndru, vinë lojtarë tjerë, kështu që Profesor Belshaj, këtë kombinimi lojtarëve të vjetër, po them kështu, të ashtu quajtur të vjetër të kombëtares, po ashtu edhe rifreskimi me disa lojtarëve të ri, sidomos sot debutuan dy futbollistë tjerë të rinj. Fakt njëri ka debutuar, bëhet fjalë për Gallapenin, kurse Vesel Demaku ka luajtur edhe në ndeshjen e parë. Si ke parë performancë sidomos e Vesel Demakut, edhe sot ishte e jashtëzakonshme duke bërë një pressing tepër të lartë, përveç atij lëndimit për atë të cilin e pse që ishte zëvendësimi i detyruar me emërllavën. Unë po mendoj që edhe lojtarët veterantë, them tash, janë të i prit mirë ka lojtarët e ri. Thjesht janë të i prit, të i përkrah, po shihet që po përkrahen lojtarët e ri. Dhe mendoj ky kombinimi i sjell dobi lojtarëve të ri, sepse këta lojtarë të rinj të ardhmen pas disa viteve kanë me marrë barrën kryesore. Demako me pati një paraqitje shumë të mirë. Një lojtar i tillë dhe shumë i nevojshëm. Ne kemi ende nevojë për lojtar në mesfush, kemi ende, po përveç mesfushës mendoj që kemi mungesë lojtarëve dhe mbrojtësve të krahut, që kemi nevojë me pas me rrit konkurrencën. Gallopeni është një prej tyre që mundet më inkuadru dal nga dal, normal është lojtar i ri, edhe qysh lojën e parë sot normal ka pas emocionet e veta, është vështirë një lojtar i ri kur futet një nivel të tilla, mirë po me përkrahje, besoj që lojtarët tjerë do ta përkrahen edhe gradualisht ka më kyç edhe ndoshta ka me dhënë kontribut në të ardhmen.